Pra jeti dhe Casey në studion e fan clubit apo jo, në finalen e fan clubit pak para se të niste programi, ku Casey po të shkrep disa foto për platformën tënde sociale që do i përdorje më pas. Kjo video ka bërë xhiron e mediave online dje dhe vjen Okej, rikthehemi në studio regjia, vjen fill pas deklaratës së Caseyt në Top Radio ku tha se apo Casey e deklarat që ishi të ndarë sepse nuk funksiononit. Tani do na jepni një përgjigje apo? Po, patjetër. Mendoj që të paktën unë nuk kam bërë asnjë reagim as në rrjetet e mia sociale, duhet ta them këtë gjë për gjithë njerëzit që na kanë besuar se kur bëhesh personazh publik, nuk je vetëm për veten tënde tani, edhe njerëzit presin një lloj sqarimi nga ti. Po, është e vërtetë që ne jemi ndarë. Përgjigja është po. Kur më pyete për rrugtimin tim nëse do i ndryshoja gjë, të thash jo. Vazhdoj të mendoj njësoj. Ka qenë një rrugtim plot emocione me të mirat dhe jo të mirat e veta. Eksperienca me Casey ka qenë eksperienca më e bukur që unë kam krijuar aty brenda. Ka qenë ndjesi, ka qenë mbështetje, ka qenë çdo gjë për mua. Pasi dolëm jashtë, ne u përpoqëm ta vazhdonim lidhjen tonë për ta njohur njëri tjetrin më shumë, sepse koha aty brenda ishte e pamjaftueshme. Se mos pas dalit Caseyt unë ngela e vetme. Kemi pasur goxha zënka mes nesh, ca i kemi fshehur, ca jo, sepse kjo hiqja nga Instagrami që ndodhte her pas here, unë që thoja jo jemi mirë, ndërkohë që ne nuk është se ishim bashkë mirë, po nuk doja që ta lija kaq lehtë këtë gjën tonë, se jam njëri që investohem kur e nis diçka. Se një lidhje kur nis nuk nis për të mbaruar. Dhe është e vërtetë, i kemi lënë kohë njëri tjetrit. As kur mos thoj kur është një shprehje. Por që për momentin jemi të ndarë. Ajo videoja në fakt po është bërë te pjesa e fan clubit sepse sigurisht ne ruajmë shumë respekt për njëri tjetrin dhe nuk është se jemi ndarë në kushte që nuk shihemi, nuk flasim, absolutisht, përshëndetemi me njëri tjetrin, pyetemi nëse jemi mirë, por kaq. Por kaq. Dhe thjesht ka qenë duke më bërë një video, me thënë të drejtën, për ta postuar në Instagram.